E trajtuar shpesh herë nga mediat, por e harruar nga të gjithë pushtetet. Në këtë formë mund të porkufizohet situata në rrugën e Vajushit, që lidh disa fshatra në njësinë administrative të Gruëmirës në Marsinë e Madhe. Sipas banorëve, kjo situatë vijon të jetë e tillë prej vitesh dhe askush nuk është kujtuar për të investuar në këtë zonë, duke e lënë në mëshirë të fatit. Ka 5 vjet që nepen premtime gjatë zgjedhjeve, asgjë s'e bë. A marrë me thon kuj, a tërp me thon kuj, në katastrofë që është. Qa mund të bëhet për këtë rrugë? Problemi rrugës ka mozi. Rruga shumë e keqe, njeriu ka në gjithçfarë nevoja se në jetë, jena pak distancuar prej rrugës e prej shumë gjanave. Me pasi nevojë do me ul njësë me ul Shkodër, për shembull, me marrë makinë poshtë nuk del me allon 50.000 lekë me dal në qorsim. Na kanë kërkuar votat, dyta e muhabet jau kanë dhënë votat, edhe rrugën e kanë dhënë kështu. Allah, një metër rrugë ba Allah nuk e kanë. Por i stradat mund dalin. Ambulancat s'kan mundësi me dalë tonë. Ne na duhet me ul gjithmonë, kena ul me gjona tjera, si me makinat të mëdha, kena ul den këta. Nga bashkia, nga qeveria na kojmë pak të një këtë rrugë me bën. Janë 5 fshatra të cilët sot përballen me vështirësi të shumta. Aq më tepër tani në stinën e dimrit, ky segment bëhet i pakalueshëm jo vetëm për kombësorët, por edhe për drejtuesit e automjeteve. Apeli ngelet i qartë, tashmë pritet ndërhyrja e institucioneve për përmirësimin e situatës.